2024. Dëshirojmë mirëseardhjen Silvios dhe kapitenit zotit Gjimshiti. Pra, kemi përkthim në 5 gjuhë për këtë konferencë për media, në gjuhën shqipe, kroate, angleze, gjermane dhe italiane. Do të fillojmë me pyetjet për lojtarët dhe pastaj do shkojmë tek pyetjet për trajnerët. Për trajnerin. Ju lutem ngritni dorën edhe mirën mikrofonin. Ju lutem tregoni kush jeni edhe për ku punoni, cilën media e përfaqësoni dhe gjithashtu kemi mundësi edhe për të shtruar pyetje përmes interprefaj apo përmes distancës. Urdhëroni kush dëshiron të shtrojë pyetjen e parë. Klan, Shqipëri, Albania. Ndeshja e parë kaloi, tani është hapi i dytë. Jeni përballë skuadrën e Kroacisë. Sa ndryshon Shqipëria nga Kroacia për mendimin tuaj dhe çfarë qasje mund të ketë apo përshtatje apo mënyre për të përballur me skuadrën e Kroacisë ndryshe nga Italia? Sigurisht që nga kjo ndeshje prapë gjëja që është e parë që mund të them është sigurisht që Kroacia është prapë besoj që në rolin e favoritit dhe besoj që u duke edhe në atë ndeshjen e parë kundër Italisë që në këto ndeshje që janë kaq të vështira që i ke përballë kampione, besoj që mund të themi sepse Italia është kampioni i fundit. Dhe në dush kesh procedurimin për gjithë ato 90 minuta dhe më tej dhe besoj që ato çdo gabim të vogël apo një problem që ke në fushë do ta bëjnë një gol edhe do ndryshojë lojë aq shpejt siç edhe ne ishim pak në shok në atë moment dhe besoj që ato duhet të përmirësohen për ndeshjen e radhës që kemi nesër dhe të bëjmë gjithçka për mi fut në vështirësi Kroacinë. Ke diskutuar me Pashalic shokun tënd tek Atalanta, nëse ke diskutuar, nëse mund ta thuash diçka, mund ta kesh ngacmuar, mund të kesh thënë do të mundim, mund të kesh bërë, nuk e di. Mos zbulot diçka nëse mundesh. Për këto momentet e fundit jo, po atëherë kur kam qenë në ekip bashkë, sigurisht që kemi bërë disa shakaje, po ajo gjë që ka mbet, tash që më ka mbet në kokë ka qenë që më ka thonë që Kroacia nuk ka luajtur kurrë kundër Shqipërisë në një apo miqësor apo edhe lojë që është internacionale dhe besoj që dihet shumë e bukur dhe sigurisht që kemi qeshur bashkë dhe do shihemi në fushë edhe jam i lumtur që do shoh edhe nesër në fushë se është një djalë i mirë që e njoh që ka shumë vite, 6 vite dhe më tej dhe sigurisht që e njoh shumë mirë. Glenda Dafaj, televizioni Klan. Berat, në raste të tilla, e para gjenda fizike është e mirë, këtë kemi informacion për fat mirë, nuk kemi dëmtime, por sa e vështirë dhe sa i munduar të rekuperosh pak shokët e skuadrës si një kapiten, e ke petkun e liderit, e ke në kualitetet tua, të rekuperosh psikologjikisht, të përgatisësh lojtarët në kaq pak dik mentalisht të jenë të fortë. Është një gjë shumë e rëndësishme, besoj që psikologjia është më e rëndësishme në këtë moment se sa lodhja fizike, sepse ajo bën ndryshimin e lojë dhe sigurisht kam folur me disa lojtarë dhe sigurisht që duhet të japësh kurajo për këto ndeshje të nesërme, sepse nuk ishte thjesht ndeshja e parë që luajtëm dhe i kishim edhe ne pritshmëri ndryshe dhe çdo lojtar, po prapë besoj që duhet të dalim nga ato ndeshje me eksperiencë dhe të përmirësohemi dhe të mësojmë diçka. Dhe unë besoj që sigurisht që kam pak më shumë vite se të tjerë ose ndoshta edhe një eksperiencë më të madhe dhe mundohem të ndihmoj ato lojtarë që janë pak më të ri dhe të jap kurajo se këto gjëra ndodhin dhe do mësosh edhe ke edhe shumë ndeshje të tjera në jetë që kanë më qenë edhe ndoshta edhe më keq siç ka qenë ajo që me Italinë dhe ajo është gjëja më e rëndësishme. Komunikuam bashkë pas ndeshjes me Italinë dhe më the diçka që futbollistët duan ndonjëherë të tregonin inteligjent dhe këtë nuk e bëm kundër Italisë. Duhet të vonojmë lojën, të ulim ritmin. Është kjo që duhet ndryshojmë disa momente të jemi të aftë të kuptojmë ritmin e lojës. Po, kam thonë edhe besoj mbas pjesës parë që luajtëm me Italinë që ishim shumë thjesht vjen në zonat e tona dhe besoj që dush me qenë edhe inteligjent në këto ndeshje të kesh eksperiencën dhe ta ndalesh edhe pak ritmin e kundërshtarit sepse kundërshtar kaq me nivel të lartë besoj që
mund të bëjnë dëm dhe besoj që ajo është një gjë që duhet të përmirësohet dhe besoj që e kanë kuptuar të gjithë sepse nuk duhet të veç me qenë i bukur në fushë, po duhet edhe më kon pak e i pist në fushë edhe të marrësh ato që meriton. Hello, Baptiste Bécard from the French agency AFP. Do you think, considering the Mendoni që nëse e shohim me rezultatin e Kroacisë kundër Spanjës, që kjo Kroacia është aty për të fituar 3 pikët nesër apo? Po, patjetër, për ta nuk ka qenë një ndeshje e mirë për ta në fillim. Kanë humbur 3-0. Nuk ishte lojë e lehtë, një ndeshje e lehtë për ta, sigurisht për ne. Kjo do të jetë një mundësi për të treguar reagimin ndaj këtij rezultati, kështu që patjetër që do jetë vështirë, do të jetë një lojë e vështirë, sigurisht për ta edhe për ne do të tentojmë me të mirën. Edhe ata do të tentojnë me të mirën. Do të shohim sikur do të fitojë apo çfarë do ngjajë nesër. Nga Associated Press për me falni, kemi thënë që do të fillojnë me lojtarët, të shtrojmë të gjitha pyetjet, kështu që duhet të shohim nëse ka ndonjë pyetje tjetër për lojtarin, për kapitenin, Gjimshiti dhe pastaj të shkojmë me pyetjet për trajnerin. Nuk ka për kryer, faleminderit shumë. Dhe tani do të kalojmë tek pjesa ku të shtrojmë pyetje për trajnerin. Mund na jepni një përditësim mbi skuadrën, nëse dikush është lënduar, nëse të gjithë janë të shëndosh dhe kë mund të presim nesër. Po, në këtë moment jemi në rregull. Ne kemi patur një sesion trajnimi të shkurtër këtë pasdite. Do të kthehemi në hotel të flasim me stafin, por për momentin nuk kemi asnjë problem, nuk kemi asgjë të lënduar. Se të gjithë e dim se sa e vështirë është në këtë grup, jo vetëm ne, por kushdo skuadër që ishte në Itali, në Kroacinë, në Spanjë, ishte vështirë. Sa ngarkesë ka dhe shikoni si pak a shumë si një finale këtë, apo mund të kemi edhe shpresë në fund pasi. Mirë mbrëma. Po, patjetër. Ky është një grup shumë i vështirë, patjetër. Por mendoj që është një gëzim shumë i madh për ne që jemi këtu. Pasi luajmë kundër ekipeve më të mira, mësojmë nga këto ekipe, pra janë ndeshje në 90 minuta, nuk ka negociata fare, do të bëjmë të mirën që bëjmë, por në futboll çdo gjë mund të ngjanë dhe do të bëjmë të mirën që mundemi. Siç kemi thënë, është një gëzim që të luajmë kundër ekipeve të fuqishme, të forta, këtyre skuadrave, cilët kanë lojtar nga Manchester City, Real Madrid, Inter Milan e të tjera, pra nivelet të larta teknike, këto janë gjëra të mrekullueshme. Dhe është një gjë e mrekullueshme që të luajmë kundër skuadrave të tilla, është një kompeticion shumë i mrekullueshëm, kemi shumë gjëra për të mësuar dhe unë asnjëherë nuk do heqi dorë. Nuk do heqi dorë në 90 minuta, kohën shtesë, çfarë do të jetë, kjo është çfarë do bëj. Kjo është çfarë kemi bërë kundër Italisë. Natyrisht e kemi respektuar Italinë, pasi është një skuadër e fuqishme, por kemi qenë në lojë deri në momentin e fundit dhe deri në minutën e fundit, pothuajse kemi ardhur edhe deri te goli i barazimit. Ndoshta nesër do fitojmë, kush e di. Por do të jemi aty për të luajtur. Pyetje tjera? Alban Gjani të Votland. Po shkruaj një statistikë shumë interesante për shanset e krijuara nga skuadra e Kroacisë. Është e treta në renditjen e kualifikuesve, pas Portugalisë, Francës, vjen Kroacia, rastet të krijuara. Rastet krijuara që krijoi edhe më shumë se sa Spanja në ndeshjen e parë, mbajti më shumë për kontroll topin se sa Spanja në ndeshjen e parë, numër i madh të pasimeve me përshtypje të numrit golave. Çfarë ide të jetë apo dhe gjatë studimit që i ke bërë gjatë këtyre ditëve skuadrës së Kroacisë pas ndeshjes me Spanjën, çfarë ekipi është? Dhe tjetra që, ju përmendi City, Real Madrid,
por ama disa lojtarë janë dhe në perëndim të tyre, pra në moshë të madhe, Perisic, Modric janë në perëndim, janë në fund karrierës. Dopo si parla un po'. Pra mund të flasim për lojtarët individualisht më vonë, por për sa i përket pyetjes, ishte një pyetje shumë e mirë. Për guzime ju keni studiuar Kroacinë, kemi përstudiuar edhe ne kemi parë që ndeshja ka mbaruar me 3-0, por Kroacia ka luajtur shumë mirë. Dhe Kroacia ka patur shumë mundësi të mira për të shënuar. Ka luajtur shumë mirë dhe ka shkaktuar probleme të mëdha për Spanjën, që është një skuadër shumë e mirë. Dhe ishte një ndeshje shumë e mirë. Spanja në 29 minuta ka shënuar golet të cilat ju duheshin. Dhe natyrisht kjo bëhet e vështirë pastaj për të përkthyer në lojë. Por Kroacia ka një cilësi shumë të madhe, kanë aftësi teknike, aftësi pasimi të topit, pra kanë cilësi shumë të larta dhe kanë posedimin shumë të mirë të topit aty. Jemi shumë të fuqishëm. Nuk mund të themi Spanja fitoi 3-0 dhe ishte një fitore lehtë. Në asnjë mënyrë, këto janë grupe shumë të vështira. Për gëzimin keni parë ndeshjen vetë dhe keni parë se sa është e vështirë Kroacia. Nëse shohim lojtarët individual, pra Modrici, Perisic dhe të tjerë, por çfarë mund të them? Është një gëzim shumë i madh për të luajtur për këta kundër këtyre lojtarëve. Këta kanë një aftësi shumë të madhe. Mund të shihni Gjorgjinin, Barellën, e një Gjorgjinin që nga 2017 është gjysmë brazilian, dhe i di se sa i mrekullueshëm si lojtar, ka në aftësi shumë të mëdha. Edhe ne këtu kemi lojtarë shumë të mirë, kapiteni jonë ka fituar Ligën e Evropës. Kemi shumë lojtarë të mrekullueshëm. Aslanin, Hasanin, Muçin, Brojen. Kemi shumë lojtarë shumë të mirë, të cilët janë 19 vjeç, 20, 21, 22, 23 vjeç. Duhet të jemi të durueshëm, ata do të përmirësohen, por kemi luajtur një lojë të mirë kundër Italisë. Kapiteni ka patur drejt kur ka thënë kemi përzierje të mirë, kemi disa lojtarë me përvojë, disa të rinj, dhe kjo është shumë i mirë për ekipin kombëtare. Do shkojmë pra të shohim drejt së ardhmes. Me paraqitjen në gjykimin tuaj pse është krijuar një atmosferë si për paraqitje nuk ishte shumë e mirë. Dhe pjesa tjetër, strategjia me Kroacinë, pa dashur zbulojmë asgjë se nuk zbulohet asgjë, është që të punojmë me të jemi mirë në fazën defensive të shfrytzuar çdo hapësirë në sulmet vertikale, apo të shkojmë me ide të qartë për të ditur skuadrën kroate. Gjithmonë duhet llogaritur potencialin që tekstuar potencialin absolut që Kroacia ka edhe në fushë edhe në sulm. Mos harrojmë që ka një complessa anche la risposta. Pra janë pyetje komplekse. Dhe tani do t'jap edhe një përgjigje komplekse. Nuk është që ne nuk e kemi sulmuar Italinë. Ata nuk na kanë lejuar të sulmojmë. Ajo ishte një skuadër e cila ka qenë shumë mirë e bllokuar, pra kemi ne sulmuar me 3. Ata kanë patur 3, 4, pastaj 5 mbrojtës dhe në mes fush, të cilët ktheheshin mbrapa dhe kanë parë shumë mirë atë gjendje. Dhe kemi patur një pasim shumë të mirë nga Aslani, por Italia është mbrojtur shumë mirë dhe siç kemi thënë, ky kompeticion i ka cilësitë shumë të larta, nivelin shumë të lartë. Dhe në fond se si Gjorgjinjo dhe Marella kanë treguar lojën, dhe janë mënyrat se cilat mund të fitojnë kampionatin evropian. Natyrisht ata janë njerëz se cilët kanë fituar gjithashtu edhe Ligën Italiane, e kanë arritur finalet e Ligës së Kampionëve, kështu që kemi të bëjmë me një futboll të nivelit shumë të lartë. Pra, siç kam thënë, është me të vërtetë e mrekullueshme të luajmë kundër tyre. Dhe natyrisht do të bëjmë më të mirë që mundemi, siç kam thënë, ne mund të bëjmë shumë, edhe pse është sfiduese, dhe kjo është një gjë që e bën futbollin një gjë shumë pasionante. Patjetër që do të shkojmë të shfrytëzojmë eksperiencën dhe të rrisim nivelin ton, para se të themi që jemi duke ndeshur me dikën
një nivel të barabartë. Por natyrisht që kemi në rrugë para dhe në bazë të kësaj them që kemi bërë një ndeshje të mirë. Dhe natyrisht kemi shënuar dhe ja, ata na kanë dhënë 2 gola brenda sa minutash, por nuk kemi kolaptuar, nuk kemi përfunduar. Ne kemi vazhduar të luftojmë dhe kemi patur mundësi në fund për të barazuar. Mes fushën e Kroacisë, nëse edhe sipas mendimit tuaj, mbetet reparti më me potencial që ajo ka krahasuar me mbrojtjen, sulmin edhe mes fusha. Për të fituar mes fusha e Kroacisë. Po, kjo është zemra e ekipit. Janë me të vërtet lojtarë më të mirë aty. Dhe natyrisht Perisic ka luajtur për Interin atë kohë, e di këtë gjë, ka shumë aftësi të mira. Dhe lojtarët e mesfushës së Kroacisë kanë pasur një karrierë shumë të mirë, kështu që mesi fushës është patjetër një hapësirë në terren ku kanë lojtarë të cilësisë më të lartë, ku kanë pasim shumë të mirë të topit dhe duhet të përgatiten më shumë mirë për sfidën në mes të fushës, por gjithashtu edhe në pjesë tjera të fushës. Kramaric dhe kanë natyrisht edhe shumë lojtarë tjerë të cilët janë shumë të avancuar. Por në mes të fushës e dini që aty është zemra e skuadrës dhe aty me të vërtet kanë lojtarë shumë të mirë dhe kjo do të jetë një sfidë për ne. Do të shoh nëse kemi në pyetje tjetër për Interprefaj apo përmes internetit, por nuk e shoh asgjë të lidhur. Ju faleminderit shumë dhe pastaj Kroacia në ora 8 mbrëmjes do ketë konferencën e radhës për media. Faleminderit shumë.